Linjat ajrore globale po përjetojnë shitje rekord të biletave pasi pasagjerët po rezervojnë fluturime shumë kohë më parë nga Afrika rritjes së mundshme të çmimeve. Kjo është një perspektivë që merret pothuajse si e mirëqen. Lufta në lindjen e mesme kërcënon të përmbysë të gjithë strukturën e udhëtimit ajror global, duke rezultuar në humbje të dhimbshme që mund të bien kryesisht mbi pasagjerët. Në të ardhmen e afërt, një ndikim i vlerësuar në çmimet e biletave, të cilat mund të rriten deri gati 10%. Financial Times vlerëson se 20 linjat ajrore më të mëdha në botë kanë humbur një vlerë marramendse prej 53 miliard dollarësh që nga fillimi i luftës në Iran. Industria e linjave ajrore po përjeton krizën e saj më të keqe që nga pandemia COVID-19, me luftën që shkakton ndërprerje të ngjashme, fluturime të anuluara dhe aeroporte qendrore të mbyllura. Megjithatë, krahasuar me pandeminë, situata është përkeqësuar nga rritja e kostos së karburantit të avionëve, e cila është dyfishuar që nga fillimi i luftës. Linjat ajrore të para që paguajnë çmimin janë transportuesit me kosto të ulët. Wizz Air, që ishte angazhuar në një projekt zgjerimi para konfliktit, u godit nga një valë agresive shitjesh të shkurtra disa ditë më parë, pasi njoftoi se lufta në Iran praktikisht do t'i zhdukte fitimet këtë vit. Gigantet amerikan Delta, United dhe American Airlines po testojnë skenar në të cilët çmimi i naftës mund të kalojë shifrën $170 për fuqi. Megjithatë, pozicioni i shumë linjave ajrore europiane është aktualisht i ndryshëm. Sipas disa analizave, kompanitë europiane mund të përfitojnë disi nga mbyllja e qendrave të lindjes së mesme, me trafiku nga Azia që do të ridrejtohet sidomos në aeroportet europiane.